këto ngecjet me pak sekonda duhet pak durim derisa të shkojmë në lidhje normale. Kemi Ervinën atë. Ervina, përshëndetje. Përshëndetje sërish, atë ndodhemi në stazon 81 në Bashkinë e Gjirokastrës. Këtu po vazhdon në fakt procesi i numërimit të fletëve të votimit për sa i përket kandidatëve të partive politike. Një proces që ka nisur sot rreth mesditës dhe ka në total 65 qendra votimi që përkasin Bashkisë së Gjirokastrës dhe deri në këtë moment janë numëruar 35 prej tyre. Ndërkohë që rezultati deri tani është ky. Për sa i përket Partisë Socialiste, kryeson Tërmet Peçi me 7.854 vota. I ndjekur nga kandidati Firo Dhima, i cili ka marrë 5.070 vota. Më pas shoqëri Hysi 2.041 vota dhe Anila Dimitri 3.220 vota. Për sa i përket Partisë Demokratike, vijoi me rezultatin Alma Kore ka marrë 1.942 vota, Mariklen Dervishi ka marrë 1.906 vota, Arveri Stani ka marrë 2.124 vota dhe Bajram Hysa ka marrë 1.404 vota. Ndërkohë që pritet rezultatet edhe për 30 qendra të tjera të votimit të cilat do të numërohen në orët në vijim. Ashtu si kundër vjetre edhe në pamje janë 5 kryeza numërimi. Ndërkohë që ka qenë një proces i qetë për gjithë ditës së sotme dhe nëse do bënim një përmbledhje të qarkut të Gjirokastrës për sa i përket votimit të subjekteve politike, Partia Demokratike ka marrë 11.596 vota në total, ose përkthyer në përqindje 29.51%, ndërsa Partia Socialiste ka marrë 24.457 vota, ose përkthyer në përqindje 62.23%. Procesi i numërimit të fletëve të votimit për sa i përket kandidatëve është ndjekur në fakt me të gjitha forcat politike, ka qenë vetë kandidatët të cilët kanë ndjekur nga afër këtë proces duke qëndruar pranë monitorëve. Deri në këtë momente nuk ka pasur kontestime nga kandidatët e ndonjë partie politike. Pra ashtu si kundër etash, ka qenë një proces në përgjithësi i qetë dhe pa incidente. E qartë. Atëherë ju për 30 kuti në Gjirokastrë mbaroni dhe kandidatët, mbaroni gjithë numërimin. Po. Apo jo? Po, mendohet që deri të paktën nga ora 22 mbrëmjes të ketë përfunduar si proces. Shumë mirë, Gjirokastra. Ervina të falenderoj, është Ervina Shej, drejt për drejt atje. Ne nga Gjirokastra do të shkojmë në Durrës tani, në qarkun e Durrësit me Albana Liajn, çojmë në çpik